miq të FSHFTB do të ndjekim së bashku këtë duel të raundit 2 të kualifikueseve për kampionatin europian të grup moshës 19 vjeç për vajza. Së skuadrës tonë përfaqësuese dhe skuadrës përfaqësuese të Malit të Zi. Dy ekipe që vinë nga dy fitore në fakt në raundin e parë kualifikues, janë pjesë të grupit B5. Shqipëria vjen nga një fitore ndaj Liechtensteinit më 1 dhjetor, fitore marrë madje me golead 0-5, ndërkohë që Mali Zi ka patur një suri të mirë në raundin e parë kualifikues, aty ku fitoi 2 nga 3 ndeshjet e luajtura. Fitoi kundër Armenisë, fitoi edhe kundër Kipros dhe u poshtë vetëm ndaj Serbisë, ishte skuadra më e mirë në grupin B2. Ndërkohë që për sa i përket formacioneve, trajnerja e skuadrës së përfaqësuese Danila Kodra luan me formacionin 4-3-3 si skemë, Elshani Port, Bajrama, Kadiolli, Nika dhe Hysa në mbrojtje, Ago, Bushati, Vata në mesfush, Leka, Reçi dhe Stalej në sulm, ndërkohë që Ivan Tatar, trajneri i skuadrës përfaqësuese të Malit të Zi për moshën nën 19 vjeç, luan edhe ai me skemën 4-3-3 me Çepiç në port, Bojanić, Relić, Boricic dhe Krzvecka në mbrojtje, Donkić, Merdović, Balević mesfush, Dreshaj, vajza me origjinë shqiptare në sulm së bashku me Çizhek, që është një nga sulmueset më të mira që kjo skuadër ka, dhe me Nikčević. Kjo është treshja e sulmit, teksa për sa i përket gjykimit do të arbitroj një gjyqtare skoceze, Abby Hendry. Është ajo që do të vendosë drejtësi në këtë duel. Skuadra jonë përfaqësuese që në këtë raund të dytë të kualifikueseve në grupin B5 është së bashku përveç Malit Zi edhe me Turqinë dhe Liechtensteinin në grup. Turqia që nisi me një fitore me golead 6-0 më herët në këtë grup B5, dhe Turqia që do të jetë edhe kundërshtari i radhës i skuadrës tonë përfaqësuese më datë 12 prill në orën 15. Ndërkohë që do mbyllë këtë aktivitet skuadra përfaqësuese shqiptare 19 vjeçareve me ndeshjen ndaj Liechtensteinit. Them që skuadra është grumbulluar në Durrës ka disa ditë në drejtimin e trajneres Danila Kodra, që mori drejtimin e skuadrës në verë të 2025-s. Tashmë është gjithçka gati, ka patur një vonesë rreth 15 minuta nga orari zyrtar për shkak se është vonuar autobusi që do të transportonte në shtëpinë e futbollit përfaqësuesen e Malit të Zi. Tashmë ka nisur sfida. Topin e parë që luan skuadra jonë përfaqësuese. Raundin e parë kualifikues patën probleme në sfidat e para derisa erdhi fitore me Liechtensteinin. Erdhën humbjet ndaj Luksemburgut 0-3 dhe ajo humbje 6-0 ndaj Slovakisë. Por në atë ndeshje u ndikua gjithçka nga i kartoni kuq që i marrë nga Kadiolli në fillim, dhe mëtej erdhi ajo goleade psuar kundër Slovakisë, një ndeshje që luhet në stadiumin e Air Albania. Do të ketë goditë dënimi për Malin e Zi me njëherë. Topi humbur në zonë të rrezikshme nga vajzat e skuadrës tonë përfaqësuese. Dhe mund të rrezikojnë dhe nga ajo distancë futbollistët e Malit Zi. Është një skemë që luhet shkurt. Te provohet në thellësi, por vjen ndërhyrja e Kadiollit. Mundohet që ta marrë atë top në shpejtësi, por nuk e del dot Vata, do të ketë rivoni ansore për Malin e Zi. Sigurisht që ndeshja në letër më impenjative, dhe pse kjo është ndeshje me goxha vlera, është ajo ndaj Turqisë, por natyrisht çdo kundërshtar ka vështirësitë e veta. Them që pjesa më e madhe e vajzave të grumbulluara luajnë në skuadra të para në kampionatin shqiptar, por luajnë edhe në skuadra të huaja. Kampionati shqiptar që vazhdon të dominohet nga Vllaznia me 39 pikë, ndjekur nga Polonia dhe nga Gramshi. Të përpara ka një pozicion pa rregull, ka ardhur nga pozicioni pa rregull Çizhek. Sulmuese që në raundin e parë kualifikues arriti të shënonte edhe skuadrës së Armenisë një gol, por dhe skuadrës së Kipros një gol.
Daria Çiçek. Dhe dënimi. S'u ka qenë një dënimi, jo një pozicion i parregullt. Topi është i lartë në zonë. Vjen ndryra me kokë më pas gjuajtja dhe shkon jashtë kuadratit, tentativa e provuar nga ana e Lekës. Ja rreziku i parë me atë gjuajtje të Dilajt Lekës. Vajza që luan me Anderlechtin në Belgjik. Gjuajtja shkoi jashtë kuadratit. Gjithsesi iniciativë e mirë. Kjo fillestare e Dilajt Lekës. Tu mundohet Bushati. Karin do të t'jap thellësi me atë pasim. Bushati. Uron skuadron përfaqësuese. Ka djolli për Nikën. Nika që është pjesë e Teutës dhe pjesë e Gramshit në karrierën e saj, është ende 18 vjeç. Teuta që është në vendin e 4. Një kampionat që thamë u thiqet prej vitesh fakt nga Vllaznia, që është skuadra dominuese e kampionatit të kombëtar të vajzave. Ka godit dënimi, merr përsipër Hysa. Kërkohet edhe një top i gjatë në zonë për të rrezikuar me topat lartë, ashtu siç u bë pak më herët. Vjen ndryrja e mbrojtjes Bushati. Por lufton fort. Dhe kanë sërish të vajzat Kuqezi. Mundohet që ty me disa tentativa në driblim Leka nuk ja del dot. Tashmë niset në sulmin e shpejt me Alizi. Toj përpara bllokohet me një ndërhyrje të saktë nga ana e Bajramajt. Ja atë ka një faull. Dhe gabuar e Agos. Vajzat që mban edhe shiritin e kapitenit ose e kapitenes në këtë rast, Klesta Ago. Futbolliste e Gramshit. Gramshi që është skuadra që po lufton ose po mundohet luftoj për titull me Vllazninën, sepse ka 10 pikë diferencë, kështu që nuk është e thjeshtë. Vllaznia që është dominuese 117 gole të shmuar, vetëm 2 të pësuar. Nuk ka si barazim të asnjë humbje. Venasore për vajzat e drejtuara nga Daniela Kodra, që pasi punoi si ndihmës trajnere me Armir Grimën në skuadrën e parë të vajzave, skuadrën e parë përfaqësuese, drejtoi edhe përfaqësuesen e 15 vjeçarëve tashmë. Është trajnerja e skuadrës të rejave ose U19 së përfaqësueses. Venasore shkon të ekzekutoj Arina Barjamaj. Të përpara ndalet. Gjithsesi kemi Venasore pak më përpara, rreth 30-40 metra më përpara. Teksa janë konsumuar 5 minutat e para të kësaj sfide. Një mundësi për skuadrën tonë përfaqësuese me gjuajtje që shkoi mbi travers. Largohet topi. Ja me kokë Nikës. Te largon ashtu si mundet Krzveska, kapitenja e Malitzi. Lufton në ajër Balevic, por rikuperon skuadronin kombëtare. Vjen ndryrja e shpejt në qendër mbrojtjes ana e Malitzi, më tej vazhdon aksioni, krosimi, devimi jo i saktë dhe në fund fare Krzveska eviton që skuadra jonë të kishte një rast mirë, më tej gjuajtja është e devijuar nga ana e Agos. Si vjen do trokitjet nga publiku, edhe pse jo është i shumë numër, po dëgjohet deri diku në shkallët e stadiumit në shtëpinë e futbollit. Kemi goditje nga këndi. Çfarë se mund të rrezikojmë në këtë mënyrë. Prodhuar një tentativë deri tani, goditja e parë nga këndi. Janë krosimi, nuk arrin dot me kokë. Për fare pak. Se erdhi me goxha iniciativë. Nuk arrin dot të jepte devijimin e dur në çastin final. Stajlaj. Kemi rivënë fundore, tjetër aksion i rrezikshëm. Atë
devijim me kokë të Stalajt. Më sakt tentativa për devijuar u mbet topin Malizi. Ago. Rrotullohet, mbyll trekëndshin me numrin 6 me Stela Vatën. Te lufton Ago, i ka rëshidhur dhe shiriti kapitenes. Shkaktuar një tjetër ndërhyrje të gabuar, ndërhyrje e dytë e gabuar, e shkaktuar nga ana e Klesta Agos. Klesta Agos që është 18 vjeç prej më shumë se 2 vitesh, është pjesë e përfaqësuesës 19 vjeçarëve. Duke qenë pothuajse gjithmonë titullar në këtë skuadër, ka munguar pak herë. Atë shënoi edhe një gol kundër Liechtensteinit, Klesta Ago në atë fitore 0-5, një ndeshje ku skuadra jon e zhbllokoi në minutën e 76 me golin e Nikës dhe më tej nga minuta e 76 e deri në fund shënoi edhe 4 gola të tjerë me Agon, Qosen, Murata e ndojnë. Toj përpara. Mundohet që ty ndriblim Krvesa nuk arrin dot. Si e ka Malizi në krahun e majt, por vjen ajo ndërhyrje me vendosmëri dhe saktë pse topi do t'i përkas Malizi, por ndërhyrje shumë e mirë hysës, mos lejuar avancimin e aksionit, këtë rivën me duar ekzekutuar nga Slavica Krvecka, që mban dhe shritjen e kapitenes. Vjen pasimi, largohet me të parën. E Kadiollit është më sulmi përpara, por në vështirësi në dy kohë arrin mjaft mirë Leka. Është tek Ago. Ago që luan në anën tjetër, pasimi është i mirë, e ul për një moment, por nuk i dha dot orientimin e dur në atë stopim të topit. Reçi, nëse nuk gabohem, rolin e qendrës sulmueses, të paktën në rreshtimin fillestar. Ago. Aktive edhe në fazën e organizimit Klesta Ago, por edhe në fazën e mbrojtjes ku ka shkaktuar edhe 2 ndërhyrje të gabuara, gjithsesi ndërhyrje brenda kornizave sportive, asgjë për t'u veçuar. Trajnera tham Daniela Kodra. Një fitore në raundin e parë kualifikues, tashmë në kërkim të fitores së dytë në këtë raund të dytë kualifikues të grupin B5, ndeshja e parë. Kjo që zhvillohet dhe raundi i parë kualifikues u zhvillua po në vendin ton. Por në atë rast ndeshjet përfaqësuesja shqiptare 19 vjeçarëve zhvilloi në Air Albania. Drivën ansore ekzekuton në hysa, po vjen ndërhyrje saktë e Kızveckës. Kemi tjetër drivën ansore. Minuta e 11 dhe mundësitë më të mira i ka krijuar skuadra jon. Bushati. Dhe njerë tenton hysa. Kemi tjetër rivën e më duar. Hysa që luan si një mbrojtëse djathtë, por her pas herë shtyhet përpara. Samantha Hysa. Ago. Njerë lëvizje shumë e mirë Agos. Vjen drejt qendrës. Pasimi është për Bushatin. Pasimi i Bushatit nuk është i saktë. Reagohet iniciativë shumë e mirë Agos. Atë Bushati nuk arriti dot të jepte një pasim dur. Nika pason tek shoqja e skuadrës, tek Teuta, tek Hysa. Bushati. Nuk arrin dot edhe një herë Bushati, rikuron në vajzët e Malizi. Vizje shumë mirë e Krysevskës. Disa veprime shumë të mira të Slavica Krysevskës. Nuk është përpara në thellësi, por është pa një andres sakt. Dhe mund ta kontrollojë pasi problem Hana Elshani. Portiera që luan tek Essen në Gjermani. Nika. Hysa që dërgon përpara, por nuk ka asnjë fanell kuqezi aty. Të ketë rivënie ansore për Malinezi. Shkon me qetësi. Sevska.
Ullë topi mes dy mbrojtëseve Reljic dhe Borisic. Ka presionin për një moment. Borisic të Reçit, gjithsesi nuk impresionohet nga situatë. Është më mundohet që dalë përpara me qarkullim topi skuadra malazeze. Të tentohet topi i gjatë, por e lexon mirë atë situatë dhe del me teknik. Në një moment i vështirë Helshani. Mëte Hysa nuk lejon avancimin. Nikčević në shpejtësi sipër. Lësevska. Topi është në thellësi, mundohet njëherë Nikčević, por nuk ja del që të përfitojë top. Mbrojtje e mirë e territorit edhe njëherë nga Hysa që deri tani po zhvillon një pjesë të parë pozitive në këto të paktën në këtë pothuajse çerekore në shtëpinë e futbollit mes Shqipërisë dhe Malizit për moshën under 19, pra nën 19 vjeç. Rezultati është 0-0. Për të fundit kemi patur një përballje më 18 shkurt 2025, natyrisht brezat ndryshojnë. Malizi fitonte 2-1, ndërkohë që 27 nëntor 2024 fitonte Shqipëria 2-1. Me golet e Qoses dhe Ndojit në atë rast kundër Malizi ruaj edhe në atë rast të raundi, por ishte raundi i parë kualifikues për Europianin e grup moshës. Fitore 1-2 të Shqipërisë. Lësevska lufton fort Hysa. Do të ta mbrojë topin. Ja mund të vazhdoj, nuk ka asnjë veprim pa rregullt, gjyqtarja skoceze është pranë. Dhe ja del një farë mënyrë që të mos lejojë avancimin e aksionit të Malizi. Hysa. Jo, rivën me duar është në zemër zonës, pak bevasuar vajzat tona dhe për fat mirë nuk e psojmë këtu. Mundësi e mirë për Malnezi. Si rivën me duar të pavendosura në mbrojtje. Vajzat Kuqezi, por nuk u finalizua i aksion. Ishte Doknić, ai që pati shansin. Nuk arri do ta konkretizonte me gol. Sigurisht duhet pak më tepër vëmendje në situata të tilla. Një nga vajzat Kuqezi të dëmtuar, nëse dalloj saktë është Stalej, ka nevojë për ndihmën e stafit mjekësor. Natyrisht shpresojmë që mos ketë nevojë që të largohet nga fusha e lojës, të jetë gjithçka në rregull. Për Leoselda Stalej. Që një pjesë e parë ku lejmë tani të paktën që në dy mundësi, në një krah, një mundësi në anën tjetër. Për Malezi kishte mundësia e parë e Malizi. Stale që çalon. Vajzë si luan në Spanjë, në tokën baske me Athletic Bilbao. Hysa mundohet ta largojë me të parën, bllokohet që në fillim. Po momente po shtron pak presion më lart skuadra e Malizi. Mos lejuar ndërtimin e aksioneve. Hysa. Nika në vështirësi hyn vet në driblim. Nuk ka faull. Dhe njëherë Nika. Luan Tmajt. Rrotullohet për një moment Leka. Këtë dy luftim dhe shkakton fund fare faull. Për fat mirë është gjithçka në rregull për Stalin që do të kthehet në fushë. Do topën në Tmajt dhe Stalin më njëherë. Ja rëmbën duke shfrytzuar dhe befasin që mund të kishte Krsevska, si rivëna ankësori për këtë Malizi. Tenton, nuk arrin do të depërtoj
Nikčević. Te Stalaj. Do të kaloj Krasevskën, ja del Stalaj këtu, tenton pasimin në qendër aty ku ndodhet Reçi, por është pak më vonesë, gjithsesi bën më të thjeshtën Boricic për të evituar një aksion të rrezikshëm, dërgon në një rivënie ansore. Kjo jep mundësinë skuadrës tonë përfaqësuese të shtyhet pak më tepër përpara. Në këtë rivënie të zuar Hysa, nga më aktivet në këtë pjesë të parë, edhe sidomos në fazën mbrojtëse. Samantha Hysa. Një Hysa me të parën. Pasimi është në kërkim të Reçit, por kuptohet nga vajzët e Malizit, teksa vjen ky top përpara dhe lexon dhe një herë shumë mirë situatën Hana Elshani, po mbulon mirë edhe rolin e qendërmbrojtëses Elshani me disa dalje të mira përtej zonës 16 metrave. Presioni mirë lart, ndërhyrja nga ana e Vatës, si topën e ka Malizi. Vata dhe një të lufton, nuk ka faull sipas gjyqtares Hendry. Vazhdon aksioni, por pasimi bllokohet. Mundohet Ago të qëndrojë përpara, kërkon ty në driblim. Dhe ajo nuk ja del. Niset Malizi, Nikčević. Ndërhyrja është nga mbrapa, e gabuar nga ana e Stalajt. Rrezikon të kartoni këtu dhe në fakt vjen kartoni verdh. Vjen kartoni verdh për Stalajn. Është e parë ndëshkuar në këtë përballje. Edhe për ndihmën e stafit mjekësor. Nikčević pas ndërhyrjes së Stalajt. Është si e rrezikshme në fakt. Ndërhyrje. Malizi që tham vjen nga 2 fitore dhe 1 humbje në raundin e parë kualifikues. Ndërkohë që në tetor të vitit kaluar zhvilloi dhe 2 miqësore me Kosovën me këtë grup mosh. Një ndeshje fitoi 1-0, më herët u mposht 2-1 nga Kosova. Ndërkohë që edicioni është shkuar në raundin e dytë kualifikues, që u luajt në shkurt të 2025-s dhe në atë rast në raundin e dytë fitoi 2 herë me Azerbajxhanin 1-2 dhe pikërisht kundër skuadrës tonë përfaqësuese 2-1. Në mes një humbje 3-0 ndaj Irlandës së Veriut. Pra është një skuadër që rezultatet nuk ka patur negative në gjatë një viti kalendarik, nëse konsiderojmë kështu. Që këtu largohet topi nga ana e Hysës. Shtyrë më përpara skuadra e Malizit duke në vendosur pak në presion. Krasevska, krosimi ndalet nga Nika. Hysa. E largon, por në mënyrë ideale. Nikčević. Do të hynë driblim Nikčević, pasimi është në qendër dhe njëherë Nika, ndeshje shumë mirë deri tani Nikës në fazën mbrojtëse. Disa veprime të qarta të sakta, duke larguar topin. Krasevska. Pushati nuk e mbrin dot, mundohet ta mbaj brenda vijave kufizuese, ja del Slavica Krasevska. Von krosin e lartë në qendër zonës tonë, por vjen ndërhyrja e mirë e Bajramajt. Te Reçi nuk ka faull sipas gjyqtares Hendry, gjyqtare britanike, kështu që dim që është kult në Britani mënyra e arbitrimit, sepse lejohet pak loja më e fortë. Reçi. Rrezohet Reçi, por nuk ka asgjë, pavarësisht të pretendimeve të vajzës që luan tek Jacksonville. Dominanën tjetër është nisur Stalaj dhe kërkon përfitoj. Është nga një vonesë e Krasevskës, por rekuperon atë top me qetësi Reljić tek portierja Çepić. Ka djathtë për Bojanić. Edhe një herë tek Reljić. Ngon përpara në kërkim të Nikčević që vazhdon të ketë këtë duel 1-1 me Samantha Hysën. Shpeshherë ka dalë fitimtare Samantha Hysa në ndërhyrjet e saj. Po që këtu Nika fillon ndërhyrje të saktë, por si su pretenduan ndoshta një faull. Malizi që ka për momentin telekomandën e lojës, por jo ndonjë rast të jashtëzakonshëm për ashtu një mundësi të Nikčević
më herët që erdhi nga një rivënie me duar e Malit Zi që gjeti të papërgatitura vajzat tona. Ndërkohë që në anën tjetër dy mundësi të krijuara për skuadrën e drejtuar nga Daniela Kodra, por të pashfrytzuar në këto 23 minuta lojë. Shkoj të ekzekutojë tashmë Kadiolli, të goditet ndaluar. Gelta Kadiolli, lojtare e Partizanit, po ashtu si Rushaj dhe Allushi që nuk janë në formacion. Toj përpara. Tu Stalaj, mundohet që ta dërgojë tek Reçi. Në gjithçka Kadiolli. Hysa. Luan në të djathtë, është e zbuluar, jo? E zbuluar është, por nuk vlen, sepse është në pozicion të parregullt. Stalaj. Ardhur sinjalizimi në asistente së parë Hana McLean, asistentja skoceze, asistentja e dytë është nga Letonia Diana Vanaga, gjyqtare e katërt është po ashtu nga Letonia Jelena Jarmolajeva. Dim do ekzekutoj Krsevska. Është i gjatë përpara. Po gjithçka për një moment Nika, te dryftimi është i fortë me Nikčević. Në krosimi Nikčević. Ndërhyrja e Nikës, por pse kërkojnë faul edhe ata pak tifoz të Malit Zi që në shkallët e stadiumit në shtëpinë e futbollit. Se fushës sportive. Ndërhyjet Nikës, por është gjithçka rregull për gjyqtaren Abby Hendry. Këtë rivënie fundore, 25 minuta lojë ende pa ndryshuar rezultati. Ana Elçani luan shkurt. Kadiolli, pasim është i shkurtër, Elçani që arrin që dal nga situatë. Te pasimi kjo mundësi për Malizën e Zi, Nikčević gjuhet ja dhe Elçani e pret, por pozicioni është pa rregull. Gjithsesi një pakujdesi në fazën e ndërtimit të lojës në skuadrën përfaqësuese. Nika për hysën. Them tani 3-0 tentativat për përfaqësuesen shqiptare, ndërkohë që nuk ka ardhur ende asnjë gjuetje në kuadrat nga asnjë prej skuadrave. Tu lëvizje mirë dribluese e Donkić. Te kërkohet ai pasim në thellësi, po kuptohet gjithçka nga Rina Bajramaj. Te lëvizje shumë e mirë teknike nga Leka. Do ta mbajë më tepër se ç'duhet dhe dorëzon një zonë të rrezikshme Leka dhe kjo është mundësia që mund të krijojë Nikčević. Dalet pasimi i saj nga ana e Nikës, më tej vazhdon aksioni, shikoni gjuhetjen. E provuar madje 2 herë radhazi nga ana e Balević. Nuk shkon në drejt kuadratit të skuadrës tonë përfaqësuese, por ja që janë veprime që mund të justifikohen për shkak se flasim për vajza që janë ende në një moshë të re dhe gabimet patjetër që mund të ndodhin, sepse bëri një veprim shumë të mirë teknik. Leka dhe më tej kori të vjonte me mbajtjen e topit, aty ku e humbi. I dhënë një mundësi skuadrës Malit Zi. Leka që thamë është pjesa Anderlechtit. Bushati do të dërgojë në krahun e majt ku është pikërisht Leka. Njësi që ndron përpara skuadrën. Mban topin Bajramaj dhe dorëzon. Është mund niset Mali Zi në sulmin e shpejtë dhe kjo është shansi që mund të krijon nga një gabim. Joni sulm ka dalë shumë përpara Elçani. Driblohet dhe më pas gjuajtja shkon në rrjet. Mali Zi kalon në epërsi me Dreshajn. Nisi gjithçka nga një gabim i yni. Nuk feston Dreshaj nga mbiemër, nuk ka nevojë që t'ju shpjegoj mi që është një vajzë me origjinë shqiptare, po që është lindur dhe rritur në Malin e Zi, Angelina Dreshaj, dhe nuk feston.
ka në përsi Malizi nga një top i humbur nga skuadra përfaqësuese në sulm, më tej pati goxha vakum në mbrojtje. Dhe Dresha që pasi dribloi dhe portierin Helshani dërgoi topin në rrjet. Për të ardhur keq mënyra si sepse më gol në tentativën e parë të Malit Zi. Ishte tentativa e parë dhe përjedhoi sigurisht dhe gjuajtja e parë në kuadrat. Dhe një moment pa kujdesie, një moment naiviteti, por e theksoj miq mund edhe të justifikohet për shkak të moshës së re që vajzat kanë. Nuk kërësisht një ndeshje ku po krijonte raste pafund Malizi, përkundrazi kishte një zotrim të topit dhe atë në një nivel modest mund ta quajmë. Po ja në rastin e vetëm në sulmin e shpejt na ndëshkon. Ndërkohë që ka probleme nga vajzat e skuadrës tonë përfaqësuese. Që një pjesë e parë e balancuar. Ndejmë tani në minutën e 29 në shumë element. Madje më shumë tentativa ka krijuar skuadra jonë përfaqësuese se sa skuadra e Malit Zi. Duke prodhuar 3 tentativa, ndërkohë që Mali Zi në të vetmen tentativë dhe në të vetmen gjuajtje në kuadrat ka arritur të ndëshkojë e theksoj nga një gabim i skuadrës tonë në mesfush. Një aksion i thyer, ekipi ishte i parashtuar dhe erdhi goli i Angelina Dreshajt, vetëm lojtare në formacionin e Malit të Zi, që është me origjinë shqiptare. Angelina Dreshajt që pjesë e Budućnostit. Vënjësore. Si shohim se do të reagojmë dot. Dresha që në anën tjetër është një lojtare sprovuar, sepse në Superligën e Malit Zi edicion e shkuar ende pa u mbyllur kampionati, kishte shënuar plot 42 gola. Është një lojtare edhe pse re në moshë, që e nje Portën, madje ka shënuar mbi 100 gola në 2 sezonet e fundit. Angelina Dreshaj dhe duke të rrequr dhe vëmendjen e Portos, klubit të mirënjohur portugez. Kështu që nuk është çudi që të shënojë Dreshaj, por pa ndonjë rast, kjo është çështja. Nuk është se krijuan shumë raste tek Mali Zi. Tu një tjetër mundësi për Malin e Zi, një tjetër vakum në mbrojtje, gjuajtja jashtë kuadratit për fatin ton të mirë. Ajo tentativ në një pozicion më se i volitshëm nga ana e Bojanic, ardhur nga krau i djathtë i mbrojtjes. Dërgoi topin jashtë kuadratit së radhe. Elshani që dërgon topi përpara Bushati, lojtare e Partizanit në kategorinë superiore në Shqipëri. Vetur e dëmtuar për një moment Merdovic pas dy luftimit me Bushatin. Kok Stalaj. Është ai top i lartë, pa një adresë financiare për këtë skuadrës tonë. Ago
Shkon mirë me Hysën, dhe njërë Hago për Bushatin. Sa pasime të gabuara. Në Bora Bushatit, të e mbyll vetë atë iniciativë të kundërshtarit. Krsevska në këtë rivënie me duar. Reljic me topin përpara, por kuptohet gjithçka nga Hysa. Reçi që gabon. Dhe një Reljic sa radhë topi shumë i fortë për të mbritur nga Krsevska. Dhe kemi një rivënie anësore për vajzat Kuqezi që gjithsesi janë në lojë, edhe pse nuk është se kanë provuar, paktën ka rreth 20 minuta që nuk provojnë të vendosin në vështirësi mbrojtjen e Malit Zi. Çepic, Boricic dhe një Reljic në presion e Stalaj. Tu mund ta fitojmë topin, por driblohet Stalaj nga në Reljic. Krvecka. Mika ndërhyn me kokë, që para Malizi. Iniciativë sulmuese, cila për fatin tonë të mirë nuk finalizohet me gol. Doknic, ai që tentoi. Si që ndronë për para Malizi dhe duke se goli pësuar nga ka ndikuar dhe nga ana psikologjike, sepse kemi patur të vështirë të mbledhim forcat pas gol shënuar nga Angelina Dreshaj. Kemi Judit e Këndi, urojmë që ta administrojmë mirë këtë situatë. Luhet shkurt, më tej vjen krosimi dhe devimi me kokë shkon jashtë. Për fatin tonë të mirë nuk pati rrezikshmëri maksimale, sepse dalja nuk ishte shumë e studiuar nga ana e Hana Elshanit. Por ajo tentativë me kokë nuk gjeti kuadratin. Si rrezikon kësaj radhe Malizi, ishte Balevic ajo që provoi pas harkimit të Dreshajt. Nuk duhet të ndikojë ai goli pësuar. Erdhi një moment ku nuk po rrezikoheshim. Erdhi nga një naivitet i vajzave tona që edhe njerë justifikojmë sepse mund të ndodhë, po flasim për vajza goxha të reja në moshë. Por që ka ende shumë lojë dhe përballë kanë një skuadër që ka cilësi, që duhet të gjenë mënyrën për të reaguar. Krsevska, topi është i lartë, ndërhyn Mika. Mika që ka bërë një punë shumë të mirë në fakt në fazën mbrojtëse. Të largohet topi nga shpejtësi nga në Bajramajt. Ka rivënie anësore, shkon të ekzekutoj. Slavisa Krsevska shpesh e kërkuar nga shoqet e skuadrës, që është një, jo vetëm një kapitene, por është një vajzë që ka një lloj kualiteti. Tu e mbron me shumë vendosmëri. Angela Nika të iniciativë sulmuese të Malit Zi. Minuta e 37 në shtëpinë e futbollit, rezultati është 0-1, minutën e 28 realizoi Mali Zi me Dreshajn. Dy mundësi për skuadrën tonë në fillim të pashfrytzuara. Tentativat janë tashmë të barabarta 3-3, sepse pak qaste më parë edhe Balevic i shkoi pranë golit të dytë për Malin e Zi pasi devijim me kokë, vetëm i gjuajtje në portë nga të dyja skuadrat. Pikërisht goli i Dreshajt këtu del. Helshani me qetësi e zotron atë top. Vajza që aktivizohet tek Essen në Gjermani. Po që këtu ka mundësinë për një moment Reçi, nuk arrin dot që të ketë ekuilibër. Amelia Reçi. Përse i mungon dëshira 17 vjeçares. Edhe jo prej këtij edicioni ka kaluar nga përfaqësuesja U17 tek përfaqësuesja e 19 vjeçareve. Shmuar një gol me 17 vjeçaret e Shqipërisë në ndeshjen ndaj Izraelit.
Amelia Reçi. Mundohet Malizi, por arrin t'i rrëmbet topi nga Bajramajt, Matej Ago. Ago që mendohet një moment në krah për t'ia dërguar atë top Lekës, por e dërgon tek Stalaj. Ka mundësi këtu Stalaj gjuajt jashtë. Nuk është ide e keqe, por nuk është e fortë. Ashtu si duhet. Tentativ e Leoselda Stalajt. Lojtare vetëm ndëshkuar në këtë ndeshje. Stalaj që ishte pjesë përfaqësuese 19 vjeçareve. Edhe në 3 sfidat e shkuara, por nuk pati minuta në raundin e parë. Kualifikues është 19 vjeç, është nga vajzat me moshën më të madhe. Ende asnjë gol me këtë grup mosh për Leoselda Stalajn në një ndeshje zyrtare. Te Drufton Reçi tashmë rrëmbet topit, çojmë se mund të kemi saktësi për të nisur në kundërshtim me Ago. Ago provon topin në thellësi. Ka pozicion pa rregullt, ka pozicion të pa rregullt. Të ardhur keq. Ishte më avancuar Vata. Si ishte mirë këtu për ta shfryzuar këtë rast. Ishte më avancuar Vata, paktën sipas asistentës së parë. McLean. Vata 18 vjeç, një gol me përfaqësues në kësaj grup moshe kundër Moldavis, por 2 vite më parë, në nëntor 2024. Jo fiks 2 vite, por thuajse. Tu nuk e largon si duhet. Merdovic si shkon ta rekuperoj Bojanic. Na ka dhuruar këtë Rivonian Sore. Minuta 40 luhet në shtëpinë e futbollit. Ishte një mundësi pak më herët me Stalajn që goditi, por gjëja ishte e lehtë. Ago. Njëherë Ago merr topin, hyn në triplimet e saj. Shtet goxha cilësi për kapitenën. Sërish Klesta Ago mund të provojë edhe vetë këtu, kërkon pasimin për Reçin, pasimi nuk është i saktë dhe largohet. Nga lojtarët më aktive në këtë pjesë të parë për vajzat kuqezisht ka qenë pikërisht kapitenja Klesta Ago. Në të një pjesë e parë pozitive. Që ka probleme nga vajzat e Malit Zi, ka përshtypjen është Boricic, që në mbrojtësja që kërkon ndihmën e stafit mjekësor pas një përplasje krejtësisht të rastësishme me Agon. Pjesë e parë ku deri tani kemi prodhuar diçka më tepër se sa Mali Zi, paktën në fillimin e sfidës, tashmë tentativat janë 4-3. Ndërkohë që është një takim që deri tani po vendoset nga vetmja goditje në kuadrat e Malit Zi, ndërkohë që një gjuajtje në port për skuadrën tonë pikërisht ajo tentative e Stalit, por ishte një gjuajtje e lehtë që u zotrua nga Çepiç. Gjithsesi nuk të jepet përshtypje që skuadra jon nuk do të ketë mundësinë për të reaguar ose për gjetur ndoshta golin e barazimit. Mali Zi është një skuadër që vjen me një periudhë më e mirë në këtë grup mosh, por deri tani nuk është se duket një skuadër që nuk mund t'i shënosh. Edhe pse do të kemi shumë kujdes në momentin kur dorëzojmë topin, ashtu siç erdhi edhe goli, që deri tani po na mban në dizavantazh. Pikërisht nga një pakujdesi në ndërtimin e lojës në mes fush, krijua një vakum në mbrojtje dhe erdhi goli. Hysa, këtë Rivonian Sore, në gjej Bushatin. Bushati që e mban brenda vijave kufizuese, por Stalaj është pak larg dhe bën më thjeshtën Reljic.
Rivënjansor për skuadrën tonë. Ekzekutoi Hysa. Do të gjej Reçi, lëviz mirë Reçi mes dy lojtarëve. Matej Stale mundohet të gjej Bushati, largohet topi. Nika. Ka armë të rëndësishme, forcën fizike Angela Nika. Ago. Sërish Ago mundohet të largojë në anën tjetër, largohet topi me të parë nga Bojanic. Si e ka Rina Bajramaj. Nësaj është Katiolli që shërbehet dhe luan anën tjetër ku është Nika. Në presion Nika, pasimisht për Bushati, Bushati me të parën, ideja nuk ishte keqe, por kuptoi gjithçka Kësevska. Me do të rëkitë trajnerët sa Ivan Tatar. Bushati. Do të dërgoj përpara edhe një herë Bushati. Tu ka një faull ndaj Stalejt nga ana e Relgjic. Them që vetëm ja ndëshkuar në këtë pjesë të parë ka qenë Stalej që tashmë ka marrë një goditje dhe kërkon edhe ndihmën e stafit mjekësor. Në këmbë hera dytë që dëmtohet Stalej. Them që në asnjë çast mos ketë probleme. Tu topi lart i mirë Hysës, mundësia nuk arrin dot. Për fare pak ta devijoja top Leka. Do është një nga rastet më të mira që kemi prodhuar në këtë pjesë të parë, ka ardhur në sekondat e fundit të fragmentit. Krosimi lart i Hysës. Për pak nuk e ka mbritur Leka. To e përpara momente të mira të paktën për skuadrën tonë Bushati. Nuk arrin dot. Gjesi rekuperon topin Hysa. Kënd gjej Stalajn. Njëherë Hysa, herë në dytë me forcë. Është kërkoi një rivënjansor, nuk e mori dot. Nuk u prek në fund nga Nikčević. Rivënjansori përket malit zi. Pesë minuta shtesë në këtë pjesë të parë. Reçi nuk e mbrin si e rekuperon këtu duke u treguar e zgjuar sërish Reçi. Stalaj mundohet të hynë driblim, por ka edhe një pozicion të parregullt, si një faull të Stalajt. Malizici tashmë kërkon të ul pak tempin për të shkuar në pushimin mes dy pjesëve në përsi. Do të niset me shpejtësi Vata, nuk të përton dot. Stalej rekuperon. Të në driblim Hysa. Shkruetur shumë me krahun e djathtë. Skuadra do përfaqësuese pak më pak me krahun e majtë. Tu mundohet Malizi tashmë që të ndërtoj një aksion të fundit. Stalej rekuperon topin. Pasimisht për Bushatin. Bushati mundohet të gjejë Reçi dhe gjen. Reçi pasimisht i mirë për Stalej. Çojmë nëse mund të krijojmë një rast këtu. Stalej pasimisht në qendër dhe del dhe zotron Çepić. Si aksioni ishte përdor trokitje. I mirë ndërtuar nga vajzat Kuqezi. Sinjale të mira në kuadrët të pjesës dytë. Bajrama i ndërhyn, fiton dhe këtë rivënjansore.
Rivën Ansori ekzekutuar jo mirë, ndryshoi duar. Merë me qëtësi Bojanic. Dhe Bojanic nuk ekzekuton mirë. Rivën Ansori do ndryshë sërish duar. Shkoj Bajramaj. Dy luftime. Karin do të që ta rekuperojë ato, por fiton gjithsesi këtë Rivën Ansore. Goxha iniciativë. Leka. Ago. Pasi topin vajzat Kujqësi gjithsesi dy lufton Leka dhe nuk ka faull, vazhdon aksioni Leka. Leka mundohet të avancojë vetë, por humbet shumë shpejt topin. Ka Shqipëria me Nikën, për tek Hysa. Hysa në kranë vetë vizje mirë Hysës. Provon të krosoj, ka një krosim të mirë, devijohet topi. Redjic largon shpejt. Nuk e mbrin dot në ato momente Vata, por vjen në goxha iniciativ Kadiolli. Ago ka mundësi Shqipëria, Ago gjuajtja jashtë kuadratit. Tjetër mundësi e pa shfrytzuar. Bëri gjithçka mirë. Alternativa nuk ishte për të flakur te nga ana e Agos, por gjithsesi shansi nuk është u kthye në gol. Në 5-3 tentativat në favor të skuadrës tonë përfaqësuese në këtë pjesë të parë. E gjyhet në port 1-1. Por në atë të vetëm tentativë në kuadrat rritur të shënoj skuadra e Maritzi. Konsumohet tashmë edhe sekondat e fundit të shtesës akorduar nga Ebi Hendry. Tjetër Rivën Ansori ekzekutuar jo mirë, se radhe nga ana e Hysës. Shoj duar, aty ku do të shkojë Krsevska për ta ekzekutuar me duar. Mbyllet pjesa e parë me rezultatin 0-1, gol i shënuar nga Dreshaj në minutën e 20 primet e saj, kështu që ndoshta mund të qëndrojë dhe ky zëvendësim me aktivizimin e Qoses. Qose që në kualifikueset e para që u luajtën në fund të vitit kaluar, arriti të gjente edhe rrjetën. Atë ndeshje ndaj Liechtensteinit, gol i shënuar 1 minutë nga fundi i sfidës nga ana e Qoses. Tashmë të shohim nëse mund të jap diçka fazës sulmuese të skuadrës tonë. Qose që aktivizohet me Burton Albion. Linja këndi për Malnezi që ka nisur sulm të pjesë të dytë, kërësimisht i lartë dhe e zotron me duko Elshani. Simi blokohet i Lekës. Rivën Ansori. Kon faullin në një moment Bojanic. Tazje Bajramaj. Leka. Një Bajramaj. Këtë devijim. Shkon pas për Çepiç, pjesë e parë kur thamë edhe nga të komentet miq, disa raste u krijuan, ndoshta jo raste shumë të pastra, por disa raste u krijuan dhe Samalizi shënoi vetëm golin dhe patë një mundësi pas një goditje nga këndi, por vetëm kaq, edhe pse mundua të kishte më shumë qarkullimin e topit.
që ka probleme. Për portierin e skuadrës tonë përfaqësues nuk e pam kishte ndonjë kontakt. Elshani. Pistol është Amelia Mone. Portierja e dytë. Amelia Mone që aktivizohet tek Polonia. Polonia që mban vendin e dytë me 8 pikë diferencë nga skuadra e vllaznisë, natyrisht që është e titull kampion në kampionatin kategorisë superiore për femra, ka marrë rrugën e vet. Dim se cili është problemi i Elshanit, që se patën të plasë apo diçka, por mos ketë diçka serioze. Dhe Ago që ka ardhur të diskutoj me trenerin Daniela Kodrën. Në këmbë tjerja e Esenit, Ana Elshani. Mirë, nuk ka asgjë serioze. Tare 19 vjeçareve të Esenit në Gjermani. Që nuk është rikthyer. Asgjë serioze, faktikisht. Ka një gabuar ndëm të Balevic dhe pozicioni është i favorshëm për Malin e Zi. Është ajo çfarë nuk na duhej. Situata të tilla shpeshherë zgjidhen nga pozicione standarde. Shohim cila nga vajzat do të provojmë, si duket është kapitenja Krysevska. Do të tentoj shëllima ushtarës Hendry. Krysevska provon me të majtën dhe i travers. Në zikshme gjuajtja, sepse ishte disi qendrore. Mbi travers. Krysevska që ruar një asist në këtë grup mosh. Nuk është se ka shumë kohë kaluar tek 19 vjeçaret. Një vit e pak ka ruar një asist në atë fitoren ndaj Kipros në raundin e parë kualifikues. Krysevska që luan në ligën norvegjeze me Molden. Nga lojtarët më të mira që Malin Zi ka. Ndërkohë që këtu po rrezikon Malin Zi, por nuk përfiton dot. Po përpara Elshani del. Po me mirë topin. Bajramaj për daljen e portierës shqiptare. Përpara i Elshanit. Rënika Nair. Te mundohet Doknic. Dalë për moment nga Hysa pas Nikčević. Zohet Ago. Do vazhdon
topin në të djathtë. Bojanic. Pas lëvizje fillestare sakt nga ana e Dreshajt, po vjen rikëpërimi në saktësi nga ana e Elina Bajramajt. Ndërhyrje perfekte. Dalë iniciativën e kundërshtarës. Pra këti moment, por parazitshmëri Qizhek. Rëj e rëmushme. Momente. Del mirë nga situatë Balevic. Tashmë mund provojë vetë Balevic futet në zonë, kërkon pasim në qendër. Gjuajtja devijohet dhe më pas dal nga Alshani. Rezulton këtu Malizi. Aksion. Fatë ton të mirë Alshani është mirë pozicionuar, ndalur atë gjuajtje gjithsesi devijuar. Nisor për Malizi që ka nisur në mënyrë pak më dinamike këtë pjesë të dytë, në krahasim me pjesën e parë ku nisën ne më mirë. Bojanic. Si është në qendër. Vizje të mira. Ana Merdovic. Te Bushati rikuperon, por ka një faull, favor të skuadrës së përfaqësuese, duke gabuar ndaj hysës. Ekzekutoi hysa vetë këtë goditje ndaluar nga vajzat që shkelmon topin më mirë se përket topit gjatë. Si zgjedh ta luajë shkurt. Ka Diolli. Para devijohet për një moment nga Qose, shkon në duart e Çepić. Nada Çepić. Para, por aty kushtë Bushati që lufton fort në qendrën mes fushës, ka një faull. Këshillim ndoshta pak egzageruar nga ana e Ebi Hendrin. Mi pa që të lejojë lojën në rastet më agresive se ky moment. Goditje dënimi Veljic do ekzekutoj shkurt. Është Boricic. Në topin mjaft mirë Ago. Pas vata jep si për Qosen, por del dhe e largon në vendosmëri Çepić. Në vjeve kufizuese Bojanic. Vërnësor për skuadrën në përfaqësuese që është në lojë plotësisht. Bajramaj. Qose. Pas Ago mes dy lojtarëve lëvizje shumë mirë teknike lojtarë në gjatë si pas Ago. Matej pasimi i Lekës. Ago. Luigi driblim Ago. Mjaft mirë nuan në të majtë. Qose. Qose është pak me vonesë, pozicion të pareu kësësi me avancuar. Adela Qose. Ishte ndoshta pak më agresive, 18 vjeçarja. Adela Qose që shënoi një gol, urdhëroi dhe një asist kundër Liechtensteinit. Që në pjesë e përfaqësuese sa Adela Qose ndeshën ndaj Malizi, por duke mos luajtur por në ndeshjen e Republikës Çeke aty duke mos marrë minuta për marrë dhëtirën e armir vimës të skuadrën e parë. Venansore. Go topi anë e Bajramajt. Si ishte Venansore. Rezultoi Bojanic. Malë në 10 minuta 58 duhet në shtëpinë e futbollit. Rezultati është ai pjesë parë. Goli 3 në minutën e 28. Da e përsin Malizi. Të për para mundohet Qose.
lojtaret më aktive, më shumë kualitet. Ago këndjes për veqose. Që ka marrë dhe fire në përtestuesës së parë. City ka. Që këtu një faul Malizi, por faul është në favor të Shqipërisë. Ago ka të në vërë për si në lutë. Për Bojanic nëse dalloj sakt. Pari kartoni verdh për Marinezi në këtë ndeshje. Shqipëria do zbres në fush. Sërish kundër skuadrës së Turqisë më 12 prill dhe më 15 prill kundër Liechtensteinit. Ndërkohë që Malizi luaj kundër Liechtenstein 12 prill dhe Turqisë 15 prill. Topi është i lartë, në zemër zonës devijohet, por nuk shon dot në rrjet. Rrezikon këtu Nika. Ka bërë një punë shumë të mirë në mbrojtje Angela Nika, tashmë rrezikon dhe në sulm. Ta mishnoj Liechtensteinit golin e parë që i japi serin asaj sfide, madje goli i parë erdhi goxha vonë, shënuar nga Angela Nika. Po llogaritet që erdhi në minutën e 76, më të erdhën dhe 4 gola të tjerë. Në rezultat që mbyll 0-5, radhë rrezikon sërish me kokë. Pa gjetur dot kuadratin, lojtarja e Teutës. Dari vënë fundore. Leka brenda zonës, ka mundësi Shqipëria. Leka vjen ndërhyrja në fund. Të ardhur keq. Janë ndales. Merdovic gjithsesi rikuron skuadra jon. Bajramaj. Në krahun e majt Bajramaj pason tek Leka dhe ka mundësi këtu Shqipëria. Leka provon krosimin. Qose me kokë, shumë e vështirë që të realizojë nga aty Qose. Që ka probleme për një nga vajzat e skuadrës përfaqësuese të Malit Zi. Ngjet në këmbë. Merdovic, që pati probleme. Shmë është në rregull gjithë shka. Merdovic e ka topin. Impresionin i Qoses, nuk arrin do të rrëmbej. Te këtu, mjaft mirë Kadiolli. Ago që luan të kështë edhe njerë, Adela Qose. Njerë Qose, pasimi është për Ago, mund provoj këtu Shqipëria, Ago vonohet, vjen ndërhyrja, është e pastër sipas gjyqtares. Tjetër tentativ, jo e shfrytzuar. Se rubrojmë topin, po luajmë mirë në këto momente, vetët Kuqezi. Pasimi, tentohet të thellësia. Nuk është i sakt. Një pasimi Hysës dhe mund të nisë sulmi shpejt i Malit Zi. Hysa që vjen po vetë dhe rukëperon. Në tek këtu tenton që të bie murit me kokë në mënyrë figurative, sepse kishte Nikën pranë, mund të largonte topin, mund të ishte ndarë nga topi Hysa. Është Mali Zi që ka topin kontroll. Kjo mundësi e Balevic. Balevic provon vetë, shkon jashtë. Shka më pak si gjysmore lojë, rezultati është enda i minutës 28. Momente më të mira për skuadrën tonë këto aktualet, por pa gjetur dot një korridor drejt golit. Bajramaj. Pasimi ishte i lehtësueshëm, 1 orë larg. Ndërkohë që ka dalë me gjithë top Balevic. Ishte Bojanic. Vënësore edhe njerë Erina Bajramaj. Qose. Ka pranë Agon, Qose, dërgon pasimin shumë larg. Në vështirësi ndahet nga topi Boricic. Pas një prekje lehtë me kokë nga anë Nikčević. Topi në anën tjetër në kërkim të thellësisë për Čižek. Do ta mbrojë Bajramaj. Čižek që lufton fort. Bajramaj tregohet gjithsesi më efikase për një moment. Do bëron topin megjithatë Malizi në Bojanic. Mëtej vize e parë dhe dytë e mirë nga ana e Nikčević. Larg për të rrëmbyer atë top. Balevic, kështu që shkaktohet ky faul ndaj Hysës.
Është shumë e mirë në fakt ajo e zhvilluar nga ana e mbrojtësit së djathtë Samantha Hysa. Është lojtare që është pjesë e skuadrës së parë të Teutës, siç janë dhe Nika apo Erina Bajramaj, apo edhe Aisha Sulejmani, e cila është në stol. 3 lojtarë të Teutës në formacion. Daniela Kodra, pasimi i devijuar i Bajramaj, do të kemi Rivenian Sora. 3 nga 4 vajzat që janë në linjën e mbrojtjes janë të skuadrës të Teutës. Bajramaj me duar preket topin nga qose. Nuk arrin të shkojë tek Ago, mundohet dalë me pasime Malizi. Nikçević, në kas që loja mund vazhdoj. Pasimi Bajramaj është për qose që mundohet të gjej Stalajn. Largohet më tej topi me forcë. Sa më larg aq më mirë. Ana e lojtarëve të Malizi, sa më larg aq më mirë për to. Për skuadrën tonë që të kërkoj të rekuperoj topa sa më shumë tjetë mundur për të shkuar tek iniciativat sulmuese, sepse konsumi i kronometrit është krejtësisht në disfavor skuadrës tonë përfaqësuese, që ka pësuar gol realisht në rastin pothuajse të vetëm që ka lejuar. Bushati. Ago, por e humbet topin, tashmë niset Malizi. Luhet në krah, ku merr thellësin, por nuk arrin dot që të shkojë te krosimi. Krysevska. Do ta largojmë me shpejtësi Hysa, i bllokohet nga Nikçević, ka Rivonian Sore. Ullohet qose. Si është në zonë ku ka vetëm lojtarë të Malizi. Veprimet nuk i bëjmë për not tullët, përkundrazi bëjmë veprime të mira, por kur vjen puna tek pasimi i fundit apo tek aksionet rrezikshme, aty fillon një lloj vakume që na pengon. Kemi një boshllok që nuk po e plotësojmë dot, mos në fazën e fundit të aksioneve. Të përpara kim të Bojanić. Matej Kadiolli deri nga ajo situatë. Sa ka një faull nga ana e Lekës. Dyre gabuar, kemi kuti dënimi për Malinezi. Sigurisht e marrin me jo pak qetësi. Vajzat e drejtuara nga Ivan Tatar. Trajneri i pari kësaj skuadre, si për një trajner të ri, moshë 35 vjeçar, Ivan Tatar. Vjen krosimi, largohet, është mundi si në sulme shpejt. Leka nuk i del dot driblimi, gjithsesi riguron po vet Leka dhe luan në krahun e djathtë, është Bushati. Tashmë të shohim, Bora Bushati ka hapësirë për ta dërguar tek Ago, dërgon në të vetmin vend që nuk duhet të dërgonte. Të ardhur keq. Tu e mbron topin Hysa, ka arrivën në fundore.
Konsumon sekondët, minuta e 68 po luhet shtëpinë e futbollit. Rezultati jon të jetë 0-1 për Malin e Zi me golin e vajzës me origjinë shqiptare. Angelina Dreshaj, ndeshje ku skuadron përfaqësuese e moshës under 19, pra në 19 vjeç, ka prodhuar 7 tentativa, ka gjuajtur në port 2 herë, pa shnuar dot gol, 2 gjuajtje në kuadrat për Malin e Zi, por një gol i realizuar dhe ai gol është që kam vlerë se gjithçka ka ndodhur deri tani, ndërsa ka një faull nga ana e Agos, madje edhe karton i vet. Në shkohet edhe kapitenja Klesta Ago, nga më të mirat në fush për skuadrën tonë përfaqësuese. Janë ai kartoni verdh. Klesta Agon. Janë topi i lartë, por devijohet jo si duhet nga ana e Krasevskës. Kemi rivënien fundore. Provoj të rifilloj lojën Gelda Kadiolli të rivënien fundore që provon të dërgojë sa më larg. Nuk ka mbrin dot Leka, është më fort në ajër Bojanic. Provon po vetë Bojanic, shumë mund të nisë iniciativë sulmuese Malizi e humbet topin. Është më shansin e ka Leka që t'i jap put një aksion i tri. Leka pasimi duket i mirë në thellësi, por nuk arrin dot Stalaj. Është ta bëri veprimin e parë të nxituar, duhet të ndiqte topin. Tentoi të kontrollonte një top që nuk mund ta kontrollonte kurse si ishte goxha larg këmbës saj. Është Malizi që mund ta qarkullojë tashmë me një lloj qetësie. Portierja Çepiç. Boricic. Tu presion është i mirë i Agos, dhe rikuperon topin Ago, nuk ka faull, nuk ka asgjë. Sërish Klesta Ago, mu ty vetë në driblim, kërkon mbështetjen e një shoqe, ende nuk po gjen, derisa vjen në anën tjetër Hysa. Bushati, disa pasime jo të sakta sot Bora Bushati. Natyrisht mund të ndodhë. Shohim dhe jemi dëshmitar çdo ditë të pasimeve të sakta në nivel të pasakta në nivelet më të larta. Jo për vajza që një pjesë e madhe ende nuk kanë festuar 19 vjetorin e lindjes, kështu që sigurisht që mund të ndodhin disa pasime të pasakta. Me zëvendësimin e parë tek Malizi, largohet Boricic, që të mbrojtësja. Në fushën e lojës Andrea Popovic. Tu kemi një goditje këndi për skuadrën tonë përfaqësuese. Urojmë që të shfrytëzojmë këtë element paktën. Goditjet nga këndi. Shkon të ekzekutoj që në mbrojtësja Kadiolli. Janë krosimi e shkon gati drejt portës dhe në rrjet. Barazohet rezultati direkt nga goditja e këndit. Goli spektakular direkt nga flamuri. Nga ana e qendërmbrojtëses për më tepër. Gelda Kadiolli, çfarë goli ka realizuar direkt nga flamuri i këndit në rrjet. Goli i shënuar nga Gelda Kadiolli. Ekzekutim i mrekullueshëm direkt nga flamuri i këndit nga ana e lojtarës së Partizanit. Goli duhet evidentohet si gol vërtet shumë i bukur. Direkt nga flamuri i këndit në rrjet për Gelda Kadiollin. Barazohet rezultati, do të thonim një barazim më se i merituar. Goli i parë që shënon me përfaqësuesen e 19 vjeçareve Gelda Kadiolli. Shlyen pak edhe atë karton të kuq që mori minutën e 24 në sfidën ndaj Slovakisë më 28 nëntor, pas erdhi e humbje 6-0. Me këtë gol nga distanca e largët,
Gelda Kadiolli që mori pjesë edhe në atë që mund të konsiderohet Champions League për femra me fanellën e Partizanit në 2 ndeshjet kundër Suboticës. Dhe vjen ky goli i parë i shënuar me përfaqësuesen e të rejave, madje edhe me përfaqësuesen U17 nuk e kishte shijuar golin. Gelda Kadiolli që na bëri përshtypje dhe që shkoi të ekzekutonte atë goditje nga kënd, duke qenë që ka aftësi në ajër. Menduam që do të ishte në zonë për të pritur krosimin, por jo, e zgjidhi gjithçka vetë nga flamuri direkt në rrjet. Mjaft mirë këtu Kadiolli dhe madje, tu mund të shfrytëzojmë pak edhe faktorin emocional për të tentuar dhe golin e përmbysjes, pse jo Qose. Nuk arrin dot. Atë vjen me shpejtësi Nika. Në krahun e djathtë Nikčević mundohet të jap thellësi, devijohet topi nga ana e Çizhek. Pas Hysa që ndërhyn. Një gol që e meritonim në fakt. Ai Kadiolli të erdhi në mënyrë më spektakolare të mundshme direkt nga flamuri në rrjet. Pasimi jo i mirë nga ana e Vatës. Te Hysa e lufton fort. Një nga lojtarët më të mira. Hysa patjetër, por dhe Nika në paktën në fazën mbrojtëse. Pa diskutim. Titullin e MVP nëse përfundon kështu e merr Kadiolli me atë kryevepër të shënuar nga flamuri. I bron topin mirë Leka, simisht në qendër tek Ago që jep thellësi për Qosen. Çojmë këtu Qose, niset vetë dhe shkakton këtë faull. Qose sipas gjyqtares Ebi Hendri, i duhet gabuar të Adela Qoses ndaj Merdovic. Tjetë pas pak në fush edhe Albana Malaj. Qojmë cila do të largohet nga vajzat e skuadrës tonë përfaqësuese. Largohet Stalaj Raguxha në këtë pjesë të dytë në fakt. Zëvendësimi është mëse justifikuar për Joselda Stalajn. Në fushën e lojës është Malaj, vetëm 16 vjeç Albana Malaj, ishte pjesë edhe kualifikueseve të 17 vjeçarëve rreth një muaj më parë, ndeshjet që zhvilluan në shtëpinë e futbollit. Skuadra jonë përfaqësuese barazoi me Izraelin, unë poshtë në Andorën. Dhe Mala ishte gjatë gjithë kohës pjesë të skuadrës. Do që këtu kemi këtë mundësi. Bushati. Pasimi Bushatit shkon në duart e Çepiç. Sa për Albana Malaj është debutim absolut në përfaqësuesen në 19, kam është vetëm 16 vjeç. Vajza që natyrisht ka premisa për të rritur shumë në karrierën e saj si futbolliste, lojtare e Apollonisë. Luat në të majtë, por ka një të vim. Rekuperon Hysa. Semi Hysës është me të parën Qose, më tej topi luat në krah. Ago rrotullohet mirë për Bushati që mund të provojë dhe vetë. Tenton Bushati, gjuajtja është e lehtë dhe qëndror, gjithsesi. Një tjetër tentativë, pse jo e vlefshme nga ana e bura Bushatit kësaj radhe, te kërkon që të fitoj kohë. Atë ndërhyrje Bajrama nuk fiton kohë, por fiton pak të rivënien ansore. Ka një tjetër zëvendësim. Është në radhë të Mali Ziri dhe largohet Nikčević, pasi pjesët partë mirë ka rënë dhe ajo pjesën e dytë qoftë fizikisht, qoftë edhe në performancë. Dhe në fushën e lojës është Zarubica, Anastasia Zarubica. Më pak se 13 minuta deri në fundin e kohës rregullt në shtëpinë e futbollit, rezultati është barazuar 1-1 pas golit të Dreshajt. Ka ardhur
barazimi i Kadiolit, direkt nga flamur i këndit, goli shënuar nga Gelda Kadioli. Çepiç do të kryej këtë rivënë fundore. Luan shkurt. Topi dërgohet përpara. Tu ndërhyn Kadioli. Instruar që të përfitonte skuadra e Malit Zi, ka rivënë ansore gjithsesi për malazezët. Merr këtë iniciativë përsipër Popovic. Fizuar pak çaste më herët. Andrea Popovic. Ago. Njërë Ago hyn driblim. Atë dërgon te Kadioli që nuk mendohet dy herë, por e largon në sa fuqi të ketë Qose. Të druftim force. Arrin dot që ta fitoja druftim, por mundohet të rikuperoj. Malaj. Ago. Në të majtë aty ku nuk arrin dot që Leka këndjes të vijoj këtë iniciativë. Te këtu rikuperon Bajrama i mjaft mirë. Kadioli tek Bushati që është vajza që ka përsipër rrugët e daljes topit në skuadrën tonë përfaqësuese. Disa herë ka bërë me pasime të mira, disa herë jo. Tu Elshani, pasim i rrezikshëm. Kadioli ndërhyn. Nuk duhet bëjmë gabime në pjesë parë sepse një top i humbur nga ana e skuadrës tonë provokoi golin e skuadrës kundërshtare. Se ka një dyert gabuar ndaj Rina Bajramait dhe madje një karton të verdh. Kartoni verdh për Popovic. Kartoni i dytë i verdh për Malin e Zi dhe dy kartone edhe për skuadrën tonë përfaqësuese të 19 vjeçareve. Dejmë tani ardhur nga dy zëvendësime për secilin trajner edhe për Kodrën, por edhe për Tatar. Hysa. Kopi i gjatë, por aty ka vetëm lojtarët Malit Zi. Te këtu ka një prekim me dorë nga në Vatës. Në po vullnetshme për preku dopin me dorë. Stella Vata ka godit dënimi për Malin e Zi. Kemi hyrë në 10 minutat e fundit në këtë sfidë të raundit të dytë kualifikues në grupin B5 për moshën 19 vjeç për vajza kuadrat e kampionatit evropian të kësaj grup moshe. Rezultati është 1-1. Qose nuk arrin dot që të avancojë gjithsesi rivënë ansore për vajzat Kuqezi. Shkët ekzekutoi Samantha Hysa. Bushati dërgon përpara, por pa një adresë të përcaktuar. Kthehet tek Çepiç. Mund të vonohet Çepiç në presion dhe mund të gabojë. Dhe kështu bën. Vata. Provoi vet Vata, pasimi është për Qosin që është më avancuar dhe pse këtu nuk u lejuat të mbyllë aksioni për të ardhur më tej sinjalizimin, natyrisht nuk kemi në të përfshirë në sistemin VAR dhe nuk ka se konfirmohet, por ishte qartësi më avancuar Adela Qose këtu dhe nuk është se pati dilemat mëdha. Shpejtësi më sliuar avancimin e skuadrës kundërshtare. Malaj. Po që rrotullohet mirë në këtë moment e Donkic, por ka një faul ndaj Nada Doknic. Duhet shkurt, megjithatë të pritur gjendja e Nada Doknic.
Gjithçka në rregull për vajzën që mban numrin 10. Përfaqësuesja e Malit Zi këtë grup mosh. Të përpara për Malin e Zi. Mund të rrezikojnë këtu me këtë thellësi të marrë. Më tej pasimi është i ulët e merit edhe njerë për Angela Nikën. E ritheksojmë më ndeshje tej mase pozitive në gjitha aspektet e mos në fazën mbrojtëse nga ana e Angela Nikës. Te i largohet topi nga Ago. Në shpejtësi ka mundësi qose, por vjen ndërhyrja e sakt nga ana e Boricic. Hysa. Rrotullohet Hysa dhe ka një faull. Dhe Hysës këtë godit dënimi. Ndoshta këtu mund të shfrytëzojmë dhe rënien. Patjetër që edhe profesionistë jonë ka konsumuar energji, por dhe rënien e profesionistë Malit Zi për tentuar pse o golin e fitores. Tu Mala e shumë mirë këto, vajza 16 vjeçare, pasimi më tej nuk është aq i saktë dhe ishte goxha pas dhe Adela Qose. Dhe kontrollon gjithsesi Nada Çepiç. Reljic. Një Reljic pas kombinimit me Krsevskën. Do të dalë me pasime Malizi lufton fort Ago. Topi është përpara. Dhe në krah tenton Popovic të kaloj. Çojmë se mban brenda vijave kufizuesi Adel Popovic vjen të rikuperojë sërish Bajramaj. Popovic e kthen prapa, por kupton gjithçka për një moment Leka. Gjithsesi e ka Malizi topin. Popovic pas gjuajtja është e gabuar për fatin tonë të mirë. Tentativa e Balevic. Dhe do të koordinojë siç duhej Leka Balevic dhe u gjeti do takimin e dur me topin. Lojtarja e Budućnostit fillim të këtij sezoni. Malin e Zi. Nënsore shkon me qetësi Hysa. Qose pasimi është për Malen. Në qendër për Agon. Ago që lufton fort, futet në çdo duel me shumë besim, shumë vendosmëri, ndeshje e ritheksojmë shumë mirë. Ajo e zhvilluar nga ana e kapitenes Klesta Ago. Të shkur topi. Në vështirësi për një moment Hysa është Nika. Është sakt pasimet e Vata, shkel për një moment topin dhe humbet një zonë shumë të rrezikshme. Dhe tenton të shkaktoj faull për të mos lejuar avancimin, ndoshta është rruga më e mirë. Dhe lejon lojën lojtarja Ebi Hendry. E topi në krahun e majt. Ku Leka lëviz mirë dhe njerë Leka ke mundësi këtu Leka. Pasimi është për Qose që zë gjumi 3 metra në pozicion të parregullt. Pa kujdesshëm disa herë këtu. Për të ardhur keq. Adela Qose në 2-3 raste shumë e avancuar, nuk kontrollon linjën e fundit të mbrojtjes Malit Zi. Diçka që si sulmuese që është duhet ditë ta bëj, ose të paktën të provoj ta bëj. Por rikthehemi sa që thamë fillim janë ende vajza të reja dhe patjetër që ka shumë për tu përmirësuar. Qoftë edhe këtë aspekt kontrollin e pozicionit tënd. Topi gjatë. Do që ta rikuperoj në atë moment Hysa, nuk ka asfalt, në lojën e fortë gjyqtare skoceze. Bushati, mund të kemi shansin, Bushati rrotullohet, ka shumë lojtarë të Malit Zi përpara, nuk arrin dot. Nika,
me përsipër. Te Vata ka në majt për Bajramaj. Bajramaj përpara e prek për një moment Kesta Ago, por pa i dhënë dot tretimin efikas deri tek Qose. Tek Popović në djath. Gon prapa te dërgohet përpara nga ana e Boricic. Tu ka mundësi Qose, ka 3 lojtare pranë, ka një prekje me dorë, por faul më herët nga ana e Qoses. Prekje me dorë në duk sigurisht e Merdovic. Sipas gjyqtares Ebi Hendri ka prekur Qose me dora top, kështu që faulli për këtë Malitzi. Malaj ngrihet lart për të ushtruar presion. Shikoni ku shkon Qose. Okej. Hysa. Qose që dërgon në thasi në kërkim të Malajt. Krosimi i Malajt në kërkim të Lekës, nuk arrin dot Leka si aksion i rrezikshëm, nëse mund të qëndrojmë pak më përpara. Shkon ta rregulloj topin Vata. Vata pasimi është për Agon. Ago dhe njerë tek Vata, pasimi mirë, ky është shansi. Vata ka një goditje nga këndi. Mund të shfrytëzojmë këndoren, kështu të ekzekutoj Bushati me këmbën e djath. Ishte Kadiolli me të majtën, që na dha golin direkt nga një goditje nga këndi, pa e prekur askush, shkoi në rrjet. Tash më të shohim Bushatin me të djathtën. Të ketë vështirë të fotokopjoj atë që bëri shoqja e skuadrës, por rëndësi ka që ky aksion të jetë rrezikshëm dhe urojmë që të kthehet me gol. Vjen në krosimi i Bushatit në shtullën e parë, mëtej Leka, nuk arrin dot ta zotroj, gjithsesi lufton në zonë. Sërish Bushati, harkimi i dytë që shkon direkt në rrjet. Super gol dhe i Bora Bushatit. Përmbysët rezultatin në minutën e fundit të kohës së rregullt nga një gjuajtje shumë e mirë e Bora Bushatit. Pozicioni ishte i vështirë, por gjuajtja e Bushatit shkoi dhe pushoi direkt në rrjet, duke firmosur përmbysjen. Skuadra jon shumë pranë fitores. Me 2 gola, njëri më i bukur se tjetri nga Kadiolli dhe ky tjetër gol kryevepër i Bushatit 4 minuta shtesë. Do të nisim pas pak, por natyrisht ka entuziazëm në shtëpinë e futbollit, sepse skuadra jon përfaqësuese e vajzave nën moshën 19 vjeç ka përmbysur malin e zi me 2 gola vërtet shumë bukur. Edhe Kadiolli dhe Bushati. Rezultati tashmë është 2-1, jemi pranë fitores. Dhe një fitore që do na shërbente jashtëzakonisht shumë edhe në planin moral, por edhe sigurisht në aspektin sportiv të lojës. Tashmë kemi krahët e entuziazmit vete, mund të tentojmë tjetër gol, por pasimi i Qosës është i gabuar. Shikoj që ka probleme për portierin Çepiç, që natyrisht mban përgjegjësi në rast se të 2 golave të pësuar. Por ky nuk është problemi ynë, realisht. Jemi pranë kësaj fitore që do të ishte e dyta radhazi për përfaqësuesen shqiptare të 19 vjeçareve pas fitores me Liechtensteinin. Mund vi kjo fitore e dytë radhazi për trajnerin Daniela Kodra. Çojmë urojmë që mos të kemi një kundërpërgjigje të Malitzi. Balević. Luan në kramë dhe pasimi qëndër në dërin Mirnar Kadiolli. Ago. Rekupron mjaft mirë topin Ago, tashmë Leka mund niset në shpejtësi si për Leka. Malizi nuk ka më se që të mbroj. Topi është për Qosen. Shohim se do të shkojmë më shpejt se portierja kështu bën, por në ndal gjithsesi. Portierja Çepiç kishte mundësinë këtu që t'ia rrëmbente top Qose. Nuk arrin dot për një moment Bajramaj. Malizi po mundohet që të gjej golin e barazimit. Luan në krah Toknić. Është si hysa këtu dhe pa këtë përplasje dhe ka një faul i hysës ndaj Krsevskës dhe kjo nuk na duhej në fakt. Kjo nuk na duhej sepse ndoshta vetëm në mënyrë që mund të na rrezikonte Malizi në këto pak minuta të mbetura janë në pozicionet standarde.
Një ndeshje ku kemi prodhuar më shumë 10-7 janë tentativat në favor. Dhe gjuajtjet në kuadrat janë 5-2 në favor të skuadrës tonë përfaqësuese, do të ishte mëkat nëse do të pësonim gol tani. Do të ishte ndoshta pak më e kujdesshme Samantha Hysa, që ishte në pozicion të prirët Krysevska. Vjen krosimi dhe ja ku vjen goli barazimit. Ajo që thash miq, pozicionet standarde janë pozicionet që mund të rrezikohesh. Dhe kështu vjen goli barazimit për të ardhur keq. Vërtet. Gol shënuar nga Merdovic për Malin e Zi. Ishim shumë pranë fitores. Në minutën e 90 shënoi Bushati dhe në minutën e 94 vjen goli i barazimit nga ana e Jana Merdovic. E thash dhe përpara se të ekzekutohej, është vetëm mënyrë në cilën mund të na ndëshkojnë tek Mali i Zi dhe ashtu na ndëshkuan nëpërmjet një goditje të ndaluar. Patjetër ka përgjegjësi dhe Hana Elshani, një gjuajtje që nuk u duke e parezitueshme, përkundrazi ishte krejtësisht një gjuajtje që mund të ndalej. Por futbolli i tillë është për të ardhur keq, që na shpëtojnë këto pikë gjithmonë nëse nuk gjejmë gol mrekullia në sekondat finale. Bushati rrotullohet mirë, Leka. Në provoj dhe portën, Leka vjen ajo ndërhyrje nga ana e Zarubicës. Kemi goditje nga këndi, shon të ekzistojë edhe një herë Bushati. Në këtë situatë me dy portierët që nuk janë në nivelin maksimal, ndoshta mund të provojë dhe portën, qoftë Bushati nga këndi apo edhe më herët Leka mund të tentonte portën. Sepse nuk është se duhet ndonjë gjuajtje kryevepër, mjafton një gjuajtje që të ketë pak precizion. Situata stabil është krejtësisht e favorshme më pas. Shohim si do të vi krosimi i Bushatit. Vjen i ulët, topi mbetet në rrëmuj, provon Shqipëria, nuk arrin dot qose. Kohet një tjetër goditje nga këndi dhe kështu është. Tashmë e vështirë është të bie Rufeja 2 herë në një vend, por pse mos ta provoj Kadiolli? Dhe do të shkoj ta provoj, kam përshtypjen. Bëj atë që bëri në rastin e golit të parë, që riktheu Baraspeshën në 1-1 në minutën e 72, realizoi direkt nga një pozicion, erën e kanë në favor skuadron përfaqësuese dhe le ta provoj Kadiolli direkt në portë. Dhe duket se atë tenton, topi mbetet në rrëmuj dhe më pas largohet. Dhe këtu përfundon sfida 2-2 për ta